Ka një formul ideale? Është mirë që në vitet e para fëmia të qëndrojë me nënën, të qëndrojë në një ambient të sigurt me gjyshrit, le të them, me prindrit me gjyshrit, apo çerdhja kopshti me fëmijë të tjerë i bën më mirë? Kjo është një temë shumë komplekse. Edhe profesionistët janë të ndarë në këtë mes. Sigurisht që vitet e para, që do të thotë 2 vitet e para, janë shumë të rëndësishme që fëmia, foshnja të ketë një vëmendje të dedikuar, që do të thotë një përkujdesje nga nëna dhe nga babai. Roli i nënës dhe i babait është esencial për zhvillimin e trurit të një foshnje dhe të një fëmije. Sepse nëna siguron dhe kujdeset shumë për sigurinë emocionale, për të dhënë bazat e sigurisë dhe për marrëdhënien me veten, do të thoshin psikologët, ndërsa babai kryesisht është për marrëdhënien me botën, për marrëdhënien me jashtë, për marrëdhëniet sociale. Të dy kanë një rol esencial, por këtu nuk po flasim për rolin esencial që ka nëna dhe babai biologjik, por ai që është në rolin e nënës ose të babait, se mund të ketë fëmijë që jetojnë vetëm me nënën dhe rolin e babait e merr gjyshi apo dikush tjetër në fëmijë. Ose e merr nëna rolin e nënës dhe të babait, që mund të jetë edhe ky rast? Në këtë rast, i njëjti person nuk mund t'i plotësojë të dyja, sepse truri i fëmijës ndryshon dhe plotësohet përmes marrëdhënies me pjesëtar të tjerë. Nëse nuk është babai ose nuk është nëna, mund të jetë gjyshi, gjyshja, xhaxhai, daja, persona të tjerë që jetojnë, vllai më i madh, persona të tjerë që jetojnë me atë fëmijë.